Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është zhvilluar seanca e radhës e procesit gjyqësor ndaj kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe ish-deputetes Monika Kryemadi. Çështja lidhet me akuzat për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie për të cilat ata po përballen me drejtësinë. Në sallën e gjyqit kanë qenë të pranishëm të dytë të pandeurit. Ilir Meta është përfaqësuar nga avokati Bujar Musta pas ndryshimit të mbrojtjes ligjore, ndërsa gjatë seancës ai ka pretenduar se nuk janë vënë në dispozicion të gjitha aktet e dosjes. Nuk më janë vënë në dispozicion të gjitha aktet me qëllim që procesi të zhvillohet në një kohë sa më të shpejtë, ka deklaruar Meta. Nga ana tjetër, gjykata ka bërë me dije se materialet hetimore kanë qenë të disponueshme prej kohësh, por sipas saj mbrojtja ka refuzuar marrjen e tyre. Avokati Ilir Metës ka kërkuar që disa materiale të mos përdoren si prova në proces, mes tyre mesazhe telefonike, dëshmia e të ndjerit Dritan Prifti, si edhe intervistat e Vojsava Ismailajt dhe Ervis Matës. Mbrojtja ka kërkuar gjithashtu marrje në pyetje të dëshmitarit Josef Hejsek, ndërsa Meta ka pretenduar se intervista e Vojsava Ismailajt është dhënë pas një komunikimi me mesazh, duke kërkuar që ajo të dëshmojë në gjykatë. Për pyetjen e një prej dëshmitarëve, Adrian Shatku, mbrojtja ka kërkuar që marrja e dëshmisë të kryhet përmes letër porosisë. Procesi gjyqësor vijon me shqyrtimin e kërkesave paraprake të palëve dhe qëndrimeve të mbrojtjes lidhur me administrimin e provave.